Ka dal një afishen në Tiranë, në qendër Tiranës, ku thuhet gratë në Shqipëri rrihen. Ju e besoni këtë? Se besoj. Rrihen apo nuk rrihen? Nuk rrihen. Juve u kanë rrahur ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Ajo më varet sipas njeriut, sipas burrit. Jo sipas gruas? Jo, po të shika dhe gra që nuk janë të mira, ai rre burri. Ato zbuten si bëhen kur i rreth? Po tani i ka thënë një llafe, druja ka dal nga xheneti që i thon disa. Gruaja apo druri? Druri Po. ka dal nga xheneti. Po ti jeta që mira, pse s'rrihen burrat vet, të rrajnë veten e tyre? Gratë në Shqipëri nuk rrifen. Se ato si punojnë nuk rrifen, janë për smari. Juve u kanë rrahur? Jo. E keni rrahur burrin? Jo, shkëlqyshëm kam punuar, 40 vjet kam punuar ferm. Po sa e rrihet gruaja? Sa herë ti do e shpirti? Gruaja përdërsa është punëtore, s'ma me mendje që trifet. Punëtore është po ta bie shpirt më të hundës. Për veten time herë jo, përdërsa përpiqen. Juve nuk e rini gruan tuaj. Jo. Keni dëgjuar? Më përpara më ka patur. Me çfarë i rifnin më përpara? Tash me shpulla. Me shpulla, a? Edhe në borsh me shpulla? Po. Ndonjë rraje bregdetare, nuk keni ndonjë të përmendim? Jo, Jo, s'keni ndonjë. Jo, a rrihen apo jo? Po rrihen, tani rrihen dëshor. Juve me se e keni rrahur? Unë se kam rrahur për vetë time. Unë e kam bajtur pas gjithmonë të jetën. Kam një orë gjysmë që vë intervistoj njerëz dhe më thonë asnjë s'e ka rrahur. Kush rre këtu në Shqipëri vëlla? Ajo rre në rrugë, në një qepi, ajo e rre. Rrajnë rrugaçet gruan? Po, patjetër. E lëti rrugaçin të rraj gruan? Gruan e vet ajo, jo gruan time se rre do se prek dot ajo. Atë se she dot me sy, jo të rraj. Rrihen. Ku di unë për vete se kam provuar. Do ta provosh, të ka mbetur hatri që se ke provuar? Jo, s'm ka mbetur, më ka trajtur burri shumë mirë. Po juve e keni trajtuar mirë? Aq mirë kemi shkuar. Kur e rrinit juve burrin? Asnjëherë si jemi rrahur ne. Po me shoqe jeni zën njëra me Jo, tjetrën? asnjëherë. As në punë, as në shtëpi, as me Si jeni plej. rrahur? Ko thon ata që rrihen në Shqipëri? Nuk rrihen gratë? Jo. Gratë që rrëdhën burët, aty jo, o them s'ka kërkun. Në katunin tjetër, ke dëgjuar aty më afër? Kam dëgjuar ditën në televizor këtë më shkoz rriste i gru. Shkoz? Burrit. A, Ka në e Shkoz, jam. Shkoz. Që thonë rrëdh burrin sy të fëmijëve. Thonë të vuajtë se në Shqipëri gratë rrihen. Ju e besoni? Rrin. Kurim, punë. Nuk besoj. Nuk besoni ju? Jo, bëjmë punë. Kush bën punë? Gratë. Dhe nuk rrihen. Jo. Po pse e kanë atë mendim të keq për gratë shqiptare ata? Ja. Një ujë që rije ne i thomi ne shqiptarët nuk pijet, një ujë që hecën pijet. Juve nga cili ujë pini? Nga Bovilla. Bovilla rrihet, nuk mund të rrihet Bovilla. Hecën ajo buron. Hecën Bovilla. Hecën, buron. Pa. Ujë tjetër nuk pinim, ujë me gas, jo. Jo. Ka gra me gas? Nuk e di. Gratë të Pelen rrihen? Jo, Burrat rrihen? jo, Kush rrihet në Tepelen? askush. E sigurt kjo? E sigurt. Nga e diti? E di unë pra se unë jam rritur aty. Kanë shoqëri shumë të madhe, shumë të fortë. Shoqëria juaj rre gratë? Jo, dikur po, sot Si jo. dikur? Dikur para të 50 ditë. Me se i rrinit ju në Tepelen? Nuk kam qenë në atë kohë Ke me të dëgjuar? me të dëgjuar. E me të lexuar? Me lexuar jo, Se s'lexon? kam lexuar shumë. Po. Po jo me lexuar. Cili është ai libri i fundit që ke lexuar ti me rrahje? Me rrafja asnjë libër nuk kam lexuar. Po dhe besoj dhe se besoj. Pse e besoni dhe pse se besoni? Po si mas kushteve, si mas punës që kanë, si mas ankesave që kanë, ku di? Juve u ka rrahur burrin, natyrisht që u ka rrahur, se diskutohet. Atëre, Atëre. sa orë u rrahur kështu rresht? Ke mban mend ju, që ndodhi ajo. se- Punë 2 minuta u zum, jo kështu ja ashtu edhe një shpullë, hajt. Ja futet ti. Jo, Mirja ke bërë. jo. Të qilloj ai. Po, ai është burr, nuk e mund. Ti s'ke vënë dorë mbi burrin. Jo, si do të dormi burrit. Gratë me njëra tjetrën zihen? Zihen. Juve sa keni rrahur? Është e pamundur mos më thuaj që si e zën ndonjëherë me shoqe. Po jam zon. Për flokësh ku i kap? Ku ke qef? Po për floksha, shpulla ftyrosa. Me shap. Si mas sa. Ë?
Sa ke rau? Vallë, Sa ke rau? një. Një. Po ja ke marrë shpirtin. Ja ka marrë. O kënaqje? Po kënaqje. Çfarë ndjeve kur mbaroj? Shplodhje. Oh. Po kur je i lodhur, pse se rre burrin? Ti edhe të shplodhesh. Jo. Burri është burr. Mirë, zër një grua tjetër në rrugë dhe rrije. Jo. Pse ta ra pa Po të punë? shplodhesh më? Jo. Se di po edhe mund të rrihen. Patjetër. Jam fshatra si të mos Rrihen. rrihen. Po dhe në qytet Unë shumë. pyeta nga fshati i gratë, më thonë lok rrifemi. Jo, s'rrihen, jo. Juve nga jeni? Unë nga Burreli jam, po këtu rri, bane. Hajde një këtë. Hajde këtë. Djeni tati të mami. Ju në Burrel, keni dëgjuar që gratë rrihen, nuk them për juve. U kanë rrarë burri juaj. Unë di një rast që kam pas komshije, Po? e rreth. edhe pasi unë da me të edhe pasi unë da, Ai vazhdon me po hobi. ti flise dikush gruas, Aha. i thoshte pse i flisi gruas time. Rrinte ata apo rrinte gruan? Gruan, edhe njerëzit e rrugës. Ai ma. kishte hobi, ai domethënë rrinte Nuk e për di qejf. se nuk e di se si kishte unë, po di që Në pastaj Burrel është ky. derisa arriti gruaja që ta vriste, se i shkën shtëpi me zor, i hapi derën dhe e vrau gruaja. Këtë di unë. Aha. Ajo pas ka qenë grua. Ta më shumë mirë bëri. Është e vërtet. Absolutisht, pse duhet edhe vërtet. Nuk është e vërtet që gratë bjonde rrajnë burrat. Si që ka e vërtet, përkundra se gratë bjonde i duan më shumë burra. Ka me sa dush, se shqiptarët janë dera. Ka, jo me janë, gjithë. Ata janë dera, ato Me- janë dosa, pastaj me- nuk me- nuk e jam të them. Mentaliteti shqiptarit për bota, për mentalitetin e shqiptarit e ka gabim, se s'janë gjithë njësoj. Apo jo? Ka rrahur burri juaj? Asnjëherë. Asnjëherë, jo, burri im jo, po Thonë një. që bjondet i rrajnë burrat. I rajnë jo, vlla. Ne kemi misi. Si misi, e keni mik. E kemi Nuk e mike, keni bashkëshort. bashkëshorte dhe mike, shoke, gjithçka e kam. Edhe i rrafin. Juve u kësa ero kanë rrahur. Mua s'm ka rraf, po gocën ma kanë rraf, ma kanë bot tash. Kush? Ha? Kushe? Po mu s'm rrafin mu janë Jo, kush e plakë. ka rrahur? I shoqi? Ja, me ja. Kush e ka rrahur? Nuk e di kush e ka rraf. Se di. Mos e janë zënë me shoqe, janë rrafur shoqe me shoqe. Ja, më tash Se ka ja rrahur është Perëndia, arritur. kush? Asnjë me se ka rraf. Pse filmoni ju për çfarë filmoni? Bëjmë një emision. Ha? S'jap intervistë, bëjmë edhe më keq punën, nuk e kësë. Është mënyra më e mirë për të rrahur gruan. Ha? Për të rrahur gruan, cila është mënyra më e mirë? Mënyra më mirë është ta zgjidhësh problemin. Si ka ndodhur faji, Mbaroje nuk u zgjidh dot. Tani kemi vajtur te rraja. Çfarë mjeti duhet përdorim? e para duhet të përdorësh pse ka Peci, ta është i ndise. mirë peci, ollaja është e mirë? Ja. Eh. Është i mirë? Këtë që bën, a është e drejti? Jo. Mbaron fjalët, Ah, mbaroj është. fjallat. Ah. Fillon druri tani. A, druj, jo. Nuk duhet druj. Më mirë se Me rrit. nuk të marr, ikëm punë tënde, shtëpi Po ti e tënde. ke marrë, ti e ke marrë. Po mirë ke marrë tash nuk do Ta të po filloj shpirtin shamata. Gruaja tani sa vjeç je? 70. 70. Kene grua. Po. Ajo ta pëlqet shpirtin tani. Po. Nuk e dojnë të rrahur? Ha? Nuk e dojnë të rrahur? Po e do të rrallë, po gomari rrihet me drum. Po Njeriu ne rrihet me tani, fjalë. Është tjetër gomari. Ne Eh. si do ta rrije ti? A më mirë të ikë në shtëpinë e vete, Po ku ka i kanë ikur prindërit e saj? Ku ta marrin? Ta marrin vëllezërit pra. po ta marrën. Po tani e ke bërë 60 e ca vjeç, tash do të dënosh. Do të Eh? vjedhësh. Po Ku mirë. të veja jo? Po Më mirë që- të jepi një të rrau, edhe mbaj aty se të kemi ti. Nga Priska. Nga Priska. Këtu keni ardhur për të shitur. Po, Sa vjet keni martuar? unë kam 10 vjet. 10 vjet. Sa herë ju ka rrahur burri brenda këtyre 10 vjetëve? Kur bëshim gabime në rritë, kur s'bëshim, s'na rritë, s'kishim, Me se u qillonte? Zakonisht çfarë përdorte? shti zëjtë e dora. Shumë karige, tavolinë. Ja. Me se kishte qef më shumë të qillonte? A, kishte kje vetëm ma pingat. Nga pingat. Sa herë të ka rrahur kështu? Me prafërsi, nuk mbajnë mend ato se janë 10 vjet. Ku i majnë me në shketa mu. Je kënaqur kështu kur të rrife? E E doje më shumë? a i Sa që që të treba rreth- i do më shumë. Po. Po ti e doje, mira ai. Po dojnë, s'kishe ka qkojshë mu, kush... Se të vindo pinga tjetër. Sa o pinga ke ngrënë? Me balt, pa balt, si kanë qenë? Ja, të pastra, të pastra. Pastra, o pinga të pastra. Për të rrahur gruan duhen o pinga të pastra. Po ne s'përdojnë pus pista në shpi. Po, vetëm o pinga të pastra. Po, Juve, keni patur rast të arrini ndonjë? që të them më shketa mu? S'ke patur atë fatin, apo ke rrahur? Më thuaj mos, se nuk i them njeriut. Kanë që të them. Nuk i them njeriut. Po, Shoqjet të tjera aty në katun rrihen? Ja. Rrahen burra? a ne nuk di gjoni. Nga prisk vetëm ti. Ja, ka prit, ja, shi, shogje tjera prap, kunata ime. Nga prisk?
Po? S'kam që të them tjetër. Nuk ashtu. Kë keni kryetar komune ju? Kë keni kryetar komune? Besimin? Besim Kukën? Kjo e njef, son nuk e njef. Son e me ardhën pris. E ardhur jeti dhe ha dru. Nga të kanë marrë tyja? Me nga Vora. Ju nga Vora sa o pinga mund duroni kështu? Sa... Po qisme. Dhe, mua të është i hetë, të është. Kur e ndjeni qefi më të madh ju? Me qisme, me oping, me sandale? S'kam që të thej unë ato që pala për tonë të i thash. Sa orë zgjat një seancë që të rre burti? Gjysmore, një orë, 45 minuta, sa shkon? Sa ti të dojtë qefi e ti? Po me një këmë, të vinde kështu me një këmë? Jo. Prapa derës? Jo. Çfarë të ka bërë më tepër, tortura më e madhe që të ka bërë ti? S'kam që të thej unë ato është ti shkoj thot burrë dhe vlajt vetë. Vlla juaj ishte Pa. juve si familje. E përdorni drurin? Jo, më të se lesë Ti e bësha rreth ka burin që. tonë? Se ku punat këtë? Në të të bëjnë, në të rafin burën, në mësë dalin për shpirë. Po vlla ju pse rreth ata? Po nuk e rrasë bësha ka. Bësha ka. Po. A kusha i burrë, a di pse rreth burri grun? Burri grun e rreth vetë po boni faje. Po boni gabime, pisliqe. Çfarë pisliqe bën ti më? Jo. Ti pastron bëhet kjo pisliqe. E rref kalamajt e ky e rref, mësë rref kalamajt i thot. Ato e vërtet. Ja, nëse ne bëjmë shaka. Se ka 4 kalamaj. Katër ke me korb. 4 kalamaj ka. Më i vogli është 2 vjeç. Më i vogli është 2 vjeç. Më i madhe është glas pa. Të dëroj. Faleminderit. I ke bërë koka kokës. Pak bëj çik pushim. mos e ashu. Dgjoj, bëj pushim kur të rre burri, mos bëj fëmiti. Rri. Të rraj ai, pastaj kur pushon ai bëj fëmijë. S'kam që të thej, vetëm u da farë më për burrit. Jo, mos u ndajti pushoti thot kjo. Majti. Është më madh, do t'ja ndylla ose është çik më madh se unë. Jeni së njëra me tjetrën ndonjëherë? Ja. Atë se kemi, ja besë jemi, ja. Ku vini pazar? Kjo ndim ka dhënë. Që për të rrahur. Do ta animoj se Ka kunë se qelluar me bëjë. pingë dhe kjo? Jo. Nëse të ka qelluar kjo? Asnjëherë. Ku të ka lidh te ulliri? Asnjë vend. Pa se bëj vetëm të bëni bëj vetëm. ndjenjë. Ja, di cili vetëm po më tradhtoj vllajin për gjëra të tjera, jo s'ka. E vetëm ku ajo të tradhtoj vllajin. Vetëm për atë rrafin. Ajo pingat për ditë, bamë pingat. Ai më bë mirë se rrafi kalamaj. Vetëm po tradhtoj vllajin e hëngri. Po ti ki fare, mos tri fare atë. Të vej në vojë. Ja, po shkoj ku det. Kalamaj di marrin vetë, vetëm Bani ju fëmijë. për atë nuk e shoh. Vlla ju çfarë profesioni ka? Shtëpi. Shtëpiak. Shko ka herë kur gjejmë punë, Ka s'ka. rref dhe gruan, këto dy punga. Rref gruan edhe në rinë shtëpi. Po, tash Po bomba? Kur do ta rrash një herë burrin ti të viun ta filmoj aty? Ba. Po ta shtrosh kështu ama. Ta marr vesh priska. Nuk ka kuptim ajo, trafi gruaje burrin. Rife një herë ta marr dreqi këtë punë, rrije një herë ta marr i vesh. E rreth ajo moshë që është çik më e madhe, po pa e vogël. Kjo, punata jote duhet ta rrafi burrin. E rref ti burrin? ja. Është më mos. Ja ndish mishin them kështu, vët. Ne, s'po as nuk bas, nuk bën gruaja ty. Unë s'kam grua, prandaj kam frikë të martoj. Ti që na po pyetje neve të rref burrin ty për shembull tref gruaja. Jo, unë s'kam grua fare, se kam frikë të martoj. Se më rref. S'ka bova ki për shembull. Unë për veten time e përshëndes burrin atje ku është. Mirë ja bën. Përshëndete. Ku është burri? Punë. Punë. Po. Nëse kur të vijë do të përshëndes dhe pastaj me ndonjë. Mija, në një rast, mund të kene edhe në një Juve rast. sa herë keni rrahur? Kur ka qelluar rasti? Pse e keni qelluar gruan? Po, Ka qenë xhelozi, ka qenë arsye tjetër, çfarë ka qenë? gruaja edhe gabon. Në Vetëm burrat zgabojnë. gruaja edhe gabon momentet e shtëpisë, mund të gabojnë, atë shi ka një Burrat zonë. gabojnë? Po edhe burrat gabojnë. U rrajnë gratë juve? Jo. Vetëm ju duhet të rrini. Jo duhet, po koha sot e bën të veten, koha është kulturuar njerëz janë Ju me gruan si shkonin? Shumë mirë shkojnë me gruan. Ai këndon ndonjë këngë ti kur shkon në shtëpi? Jo, E përgëdhel? Me përgëdhel, po si? Si se përgëdhel, kam 6 fëmijë me to. Kam 30 vjet martesë, si se përgëdhel. A kam domon sikur vllahën e kam. Konsideroj sikur vllahën. E përgëdhel vllan? Edhe vllahën e përgëdhel. Si? E rref vllan? Ja. Çfarë i bën vllajt? E këshilloj që më shkojnë rrugë gabume, vllajin, gruan? çunin, edhe gruan, E këshillon. e këshillon. Pra gruan rradh po do ta kenë shok. Njeriu do ta kenë shok. Unë e flas tek rinia për me skaluar të rrahja. Nuk mund të bësh fëmijë me shokun, të lutem. Ja. Gruaja është Po grua. se
Grua, po. Nuk jo ta Gru- kem shok, se po e Po. bëre shok ti tani nuk mund të bësh fëmijë me shokun. Shiko, Të pos, lutem, ja, këtu nuk ja, jam dakord. po se pa të Jo, shok, jo. nuk ka lë jetë me ta. Jo. Ata shkon të rrahja, pra. Detyrojmë Pra, shkon të po rrahja, të them, pavarësisht se logjika nuk jeme mund- nuk o me tonën. Shkon Nuk të mund rrahja. konsiderohet gruaja si shok. Se me shokun nuk mund të bësh dot fëmijë. Se Shiko, dënon ligji. Mos ma merr në atë aspekt burr. Flas kështu nga Boom, boom.